Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nga Podujeva tha se kabineti i tij qeveritar do të ketë pothuajse të njëjtët emra me qeverinë e mëparshme. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezantuar edhe unë edhe Blau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar. Mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë. Kurti përmendi rëndësinë që sa më shpejt të formohen institucionet në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore, planin e rritjes me Bashkimin Evropian, por dhe buxhetin e Kosovës e për këtë të fundit thekson se nuk mund të vazhdohet me 1/12 e buxhetit në muajin mars. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin e rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht atë që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Në lidhje me çështjen e presidentes, Kurti këmbguli në miratimin sa më parë të qeverisë të ligjeve. Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mirë. $20 milion investim për ndërtimin e 7 pikave të inspektimit kufitar, forcimin e kapaciteteve institucionale të AKU-s dhe Institutit të Studimeve Veterinare, të cilat kanë rol kyç në procesin e integrimit evropian dhe kontrollin e importeve dhe eksporteve, pritet të jenë në prioritet të punës së Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, Salla theksoi se adresimi i rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian 2025 në këtë fusha përbën një komponent thelbësor të ecurisë së negociatave. Ministri buri në duke se siguria ushqimore lidhet drejt për drejt me shëndetin e njeriut, besimin e konsumatorit dhe aftësinë e produkteve shqiptare për të hyrë dhe konkuruar në tregun evropian. Kemi disa aktorë dhe faktorë për të kontrolluar, por edhe për të ndërtuar sigurinë ushqimore në vend midis laboratorëve, pikave kufitare të kontrollit dhe mbështetjes financiare për fuqizimin e fermave dhe kapaciteteve të fermerëve në Shqipëri. Midis AZBR-s, Qeveria shqiptare e rihap platformën TikTok. Vendimi u mor një vit pas bllokimit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim me entet rregullatore të fushës, ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e heqjes së masave për ndërprerjen e aksesit të kësaj platforme, duke respektuar edhe dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi për mbyllje u ndërmor nga qeveria pas disa publikimeve nga përdorues që nxisnin dhunën. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Beogradi denonconte ndërkombëtarët ligjin për të huajt të miratuar nga Kosova. Drejtori i ashtu quajturës së zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se ka folur me ambasadoren franceze në Beograd, Florence Ferrari, për rrezikun e këtij ligji. Në një njoftim të zyrës së tij thuhet se Petković informoi ambasadoren për qëllimin e Prishtinës për të dëbuar serbët nga Kosova përmes ligjit për të huajt dhe për të goditur institucionet kryesore serbe në krahin. Petković i tha diplomates franceze se institucionet arsimore dhe shëndetësore serbe në Kosovë janë shtylla e qëndrimit dhe mbijetesës së serbëve në Kosovë dhe themeli për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, shkruan gazeta Danas. Presidenti malazez Jakov Milatović kundërshton rritjen me 30% të pagave të sistemit gjyqësor. Argumenti i tij është se qytetarët nuk po shohin rezultate nga prokuroria dhe gjykata, ndaj rritja është e pajustifikueshme. Individët përgjegjës për probleme në dhënien e drejtësisë nuk mund të shpërblehen, tha Milatović. Më tej ai shtoi se performanca, llogaridhënia dhe rezultatet duhet të jenë kriteret për të mbështetur rritjen e pagave. Drejtësia së pari pas rritjes e pagave, u shpreh presidenti. Kreu i shtetit ka refuzuar të dekretojë 25 ligje të miratuara në parlament dhe kjo ka ngritur shqetësime për procesin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Sipas mazhorancës, kjo mund të ngadalsojë mbylljen e disa negociatave të parashikuara për muajt mars dhe prill. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.